ta kryna punën e krye parlamentarit, sepse konsiderojmë që është vetëm procedurë formale, pastaj fillojmë edhe me negociata me të këtil deputet që edhe kanë guxim politik të deklarohen edhe për mendimin e tyre se të tillë s'po kemi. Po sigurisht ndoshta emrin do herë banierit, Servezi bie në gjuhën shqipe të rrjedh lirshëm. A mundohet që të ketë rrjedhje të lirë të deputetëve pranë vetëvendosjes edhe partnerëve të saj politik? Vetëvendosja është e hapur, pranoj rrjedhje të reja në qoftë se mendojmë që ka deputet që shohin që është rruga e duhur për vazhduar të vërtepara. Sigurisht ne jemi hapur të diskutojmë për këtë gjë. Unë nuk kam një informacion konkret sa i përket çështjes së zonjës serbeze dhe nuk du të diskutoj sepse sigurisht nuk du as të ndikoj në raportet e saja që i pam subiektin e vetë politik, por thjesht po e përsëris që unë po e marrë më shumë si një mesazh dhe se po besoj që kur kemi një deputet i cili guxon veprojë ndryshe në momentin kur e kemi procesin e votimit për konstituim të kuvendit, ndoshta ky deputet do të mund të guxojë të veprojë ndryshe edhe në momentin kur kemi votimin e qeverisë. Zona Arbresh, Ridi e tha, në ndërkohë tha keni Arbresh, vallset kanë zonë ngushtë shumë, po di që po jenë ciklet me përgjigje. Jo. Tha keni nevojë për ndërmjetës. Atë sa mua më lejohet ose kam arsye të flas, sepse sinqerisht nuk mund të aludoj. Pse s'po kandidon ti për kryetarët kuvendit Arbresh? Pse Albina Haxhiu po e jo? Sepse zonja Albina Haxhiu është gruaja më e votuar në Republikën e Kosovës, është aktiviste e kamoq me lëvizjes vetëvendosje dhe absolutisht nuk mendoj që meriton të bëhen përsosni një prej rajone më të mëdha politikisht. Jo, sepse unë mendoj që ajo plotësisht e meriton të jetë kryetare. Ka shku mendja mu bë kryetare kuvendit zonja Kryziu? Mu nuk më ka shku mendja ndonjëherë me u bë kryetare kuvendit. Po politiki e mo. Edhe vetëm të jemi shumë qartë Ritvan edhe me një gjë, sepse sinqerisht po unë e kuptoj që ndoshta edhe qëllimisht jepen këto lloj propozime. Ne kemi parë, kam pse ju të shqipen, pse ju mos zonja Kryziu. Ne ka zonja Kryziu po thotë ke bizantine, këtë ke dashakeqe. Ka mbështetjen e plot edhe të grupit parlamentar, por edhe të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes, nuk është a do të dëshiroje një post të tillë si përfaqësuese? E tha jo, po ti tha a keni nevojë për ndërmjetësa, ai tha kështu për ndërmjetës. Me çse boni për zonën serbeze Haxhi. A ke nevojë për ndërmjetës? Derimi në zonin ngushtë çfarë shumë. Zonja Kryziu u ofrua Ridi për ndërmjetës. Deputet që të keni numra më shumë. Se jam dëgjove, vetëm pak, tash nuk e dëgjova. Tha u ofrua për ndërmjetës, a keni nevojë për ndërmjetës? Ridi u ofrua për ndërmjetës për çështjen e deputetëve. Se si ta ofruan te televizorët. Apo s'keni nevojë? Shikoj, jo, sinqerisht kushtrem mos ta atin se nuk zonja serbeze është deputete e re. Jo për zonën serbeze, e kisha përgjithësi. Edhe për unë nuk kisha pas dëshirë ta bëjmë dietë keq me këto lloj diskutime shtona këtu në studio, sepse ky mund të jetë thjesht një mesazh kritikisht i pastër prej anës së saj që të kanë që deputetët i thrasin ndërgjegjës edhe të veprojnë, tash mos t'i japim konotacione tjera, sepse për ime nuk isha dosh si kolegët kuvendit me batë mundi keq. Okej, edhe një përkundrazi. Situatën zona Kryziu me bë pak kushtrim edhe shaka, me qenë se situata do të jetë Jo, shaka. Shaka për çështjen e ndërmjetësimit, ti që e bën me ndërmjetësim, shaka për ty për ndërmjetësim. Për ndërmjetësus atë rol s'muja marr tjerëve unë. Se kujt? Do sta japin. S'muja marr. Ja s'çuna për atë punën. Do sta japin edhe me dy. A më intereson kush s'ka të ofrumile. Zonja Kryziu. Ndërmjetësuesi më i keq më me vërtet. Ti me pas 11 minutë dikush siç e ty. Rrit siç e ty, edhe me pas 11 me ndru menje, ngul ka. A ju shkon menja, mi marr deputet tjerë nëse ju vinë. Po vallaj s'po di, nuk e di, nëse vinë, atë nisë e ka të lejuar, rrjedhja është e lejuar. Falë po unë sigurisht që s'do ta shpalos strategjinë e lëvizjes me vendosje komparative studio. Zona Kryziu, Zona do të filloj të rregoj ty çfarë do të flas kryeministri. Se a ke dyshim të Ridi për ndonjë rol tjetër apo çfarë? Bëu kryetare e kuvendit, Zona Kryziu. Kupton çfarë çndrimi ka lëvizja vetëvendosur dhe çfarë kemi thënë ne aty. Tash këto janë edhe komplet
normale këto. Vetëm pak se Blerimi se ka përfunduar, zonja Kryesi.